Përshëndetje miq të gazetës Lajm, ja ku jemi sërish me emisionin Dialog me Lajm, ku të ftuar të emisionit kësaj radhe për dallim nga herave tjera kur kishim lidership të partive politike shqiptare. Tani do të kemi dy analistë, respektivisht do të kem Qani Aliun, politolog dhe njohës i mirë i rrethanave politike këtu në Ballkan. Mirë se erdhët, zoti Aliu. Mirë se erdhë koleg Florian. Faleminderit, mirë se vjet. Po e fillojmë emisionin me juve, zoti Aliu, me që jeni tani më disa vite që nga aplikimi i sistemit shumë partijak, keni qeni kyçur direkt në partit politike, jeni marrë me politikë, keni qenë edhe më duket zëvendës ministër i punës dhe politikës sociale. Si ju duket rrjedha deri tanishme e fushatës elektorale? Mund të na bëni një komparacion me fushatat e deri tanishme zgjedhore? Mund të them se sa kam përcjell deri tani këtë fushat para zgjedhore të zgjedhjeve lokale, do thotë. Nuk ka ndonjë dallim prej viteve 90, kur ka filluar procesi i ri i pluralizmit politik. Gati mënyra e realizimit të procesit zgjedhor, para zgjedhor nuk ka ndryshuar prej asaj kohe. Unë personalisht kam prit se në kohën e tanishme duhet të ketë ndryshime, duhet të ketë forma tjera të ofrimit të programit dhe të ideve të reja të partive politike të cilat garojnë në zgjedhje. Mirë po, për fat keq, unë nuk kam pa deri tash asnjë ndryshim në mënyrën e veprimtarive zgjedhore. Ajo çka ka ndodhur në atë kohë, mënyra do thotë e organizimit po përsëritet. Tash pse ndodh kjo? Duhet do thotë analizat bëhen me siguri edhe nga njerëzit tonë, por mendimi im është se mënyra e organizimit partive politike dhe funksionimi i partive politike shqiptare në Maqedoni nuk ka ndryshuar. Do thotë si ka qenë në atëherë, forma e funksionimit edhe tani në atë mënyrë shkon. Pse them kështu? Se zakonisht në klasifikimin e partive politike thuhet se partitë politike janë ose kadrovike ose janë masovike. Ajo forma e masovizmit të partive politike në Maqedoni nuk ka ndryshuar. Ende ato i funksionojnë si partia komuniste, me deg, me nëndeg, me kryesi qendrore, me këshill, me organin ekzekutiv të partisë, dhe në këtë mënyrë, nëse vazhdojmë edhe në vazhdojnë për të funksionojnë partitë politike, unë nuk shoh para së gjithësh se mund të zbatohet ai demokracia e brendshme e partisë. Me atë praktikisht nuk ka dhe mundësi që kuadrat më kualitative të vinë sipërfaqe. Edhe njëna prej atyre dobësive çka shoh tash, do të çka vërej unë personalisht nga distanca, jo nuk janë në atë vurbullin e partive politike në brendësinë e tyre, është se kualiteti i kandidatëve do thotë nuk janë në atë nivel të cilën e kërkon edhe në cilën është populli, vedia politike e popullatës shqiptare në Maqedoni. Prandaj tash në këtë fazë gjithë ato përplasja të cilët janë mes partive vazhdon të jenë e njëjtë, ofendime në aspektin. Do t'i kthemi, e retorikës pak më vonë do t'i kthemi. Zoti Nesimi, ju cilat janë ato pikanterita, keni mujt detektu diçka në këtë fazë të fushatës zgjedhore?
Po, mendoj se është shumë e qartë se kjo fushat ka filluar të bëhet sa më elektrizuar, siç po kalojnë ditët bëhet sa më tepër elektrizuar dhe të dy bloqet përpiqen që aktivistët e tyre t'i mbanë sa më në formë, që pastaj kjo të reflektohet në ditën e zgjedhjeve, në rezultatin të cilin ato e presin. Mendoj se kjo që e bën të dallueshme nga zgjedhjet e kaluara lokale, apo të gjitha lokalet zgjedhje që janë mbajtur nga pavarësia, është se në këto zgjedhje do të kemi vetëm 2 bloqe. Vitin e kaluar kishim po ashtu 2 bloqe, mirë po ishin zgjedhje parlamentare, ndërsa është hera parë që në zgjedhje lokale ka vetëm 2 bloqe. Ju kujtohet herët e kaluara ka pasur kandidat BDI-a, ka pasur Besa, Alianca, ka pasur tjetër ose edhe ndonjë parti tjetër, tani kemi vetëm 2. Edhe në shumë komuna me shumicë shqiptare fituesi do të përcaktohet që në rrethin e parë. Edhe kjo e bën që të jetë situata më elektrizuar për shkak se secili blok përpiqet normalisht të fitojë edhe pastaj ta imponojë tezën se ne si fitues kemi edhe legitimitetin e shqiptarëve për shkak se tash kohëve të fundit prej periudhës zgjedhjeve të fundit parlamentare u vendua në dyshim nga ana e BDI-s legitimiteti i vlenit. Dhe tani të dy palët përpiqen që të fitojnë sa më shumë vota për të treguar se janë legjitim dhe kjo besoj se pastaj i prodhon edhe këto përplasje dhe këtë fjalorin të cilin e përdorin politikanët. Mirë po, mendoj se akoma më elektrizuar mund të jetë edhe në ato komuna ku do të kemi rreth dytë, sepse aty pastaj do të fillojnë edhe ato të bëhen ato kalkulimet në komunat urbane ku në rrethin e ditë do të votojnë edhe maqedonasit për një kandidat shqiptar, aty do të fillojnë bëhen kalkulime se cili blok do t'i merr votat e maqedonasve dhe në këtë aspekt ndoshta mund të kemi ndoshta edhe llogaritje tjera, për shembull një komunë që vini nga Tetova, çka prisnin në rajonin e Tetovës më gjerë në kuptimin e fjalës? Po, në Tetov ka 6 kandidatë dhe me siguri se nuk do të kemi një fitues në rrethin e parë, për shkak se flas edhe për ato komuna të rurale. Pastaj ka edhe disa komuna tjera rurale, për shembull si që është ta ndëlidhim me këtë që e thash, kalkulime që mund bëjnë rrethin e ditë, për shembull është komuna e Bërvenicës ku momentalisht është një kryetar i cili është maqedonas, mirë po në të kaluarën kjo komunë ju ka takuar shqiptarëve. Dhe tani nëse në rrethin e ditë shqiptarët në mënyrë masive përkrahin kandidatin shqiptar që do të futet në rrethin e ditë, mund edhe ta rikthejnë shqiptarët përsi atë komunë. Mirë po këtu mund të ketë edhe kalkulime me VMRO-n, sepse nëse shqiptarët fitojnë Bërvenic, atëherë ndoshta edhe VMRO-ja pastaj mund t'i hakmerret në komunën e Tetovës dhe besoj se nuk do të kemi fitues në rrethin e parë. Dhe këtu duhet ta përmendi edhe një diçka tjetër, se tash BDI-ja edhe pse është në opozitë, ajo përsëri bën kalkulime me VMRO-n, sepse BDI-ja dhe VMRO-ja nuk janë parti të cilat janë të panjohura njëna me tjetrën. Ato kanë qeverisur së bashku plot 9 vite dhe ne edhe vitin e kaluar kishim rast kur BDI-ja ju vardiste VMRO-s për të hyrë në qeveri. Nuk do ta përmendja atë rastin e asaj dhomës 161 për shkak se tek e fundit nuk kam edhe dëshmi. Po s'kam dëshmi për atë punë, ajo mund ndoshta edhe s'është e vërtet. Mirë po janë dy raste tjera që na aludojnë. Për shembull BDI-ja pse në rrethin e ditë të zgjedhjeve presidenciale nuk e votoi Stevo Pendarovskin. Kur dihet se në vitin 2019 Stevo Pendarovski ishte ai kandidati konsensual për president, edhe BDI-ja bënte kampanje nëpër fshatrat shqiptare duke e prezantuar Stevo Pendarovskin si kandidatin e tyre. Dhe tani në vitin 2024, në rrethin e dytë, BDI-ja nuk e votoi Pendarovskin. Pse nuk e votoi, ato ende nuk kanë dhënë një përgjigje, por përgjigja dihet. Nuk kanë dashur që ta hidhrojnë VMRO-n, sepse kanë pasur shpresa që pastaj ati merr në qeveri. Edhe një rast tjetër është ka ndodhur më 8 qershor 2024, dy javë para se të formohet qeveria. VMRO-ja kishte nevojë për 2/3 e votave në kuvend për të sjellur ligjin për organizimin dhe për punën e organeve të administratës shtetërore, kur u rrit numri i ministrive nga 16 në 20. Edhe VMRO-ja nuk i kishte 2/3 e votave në kuvend. Edhe kush ja siguroi 2/3 e votave? BDI-ja.
Edhe kjo është një moment tjetër që tregon se BDI-ja i është vardisur vëmëros për të në qeveri, dhe tani në rrethin e ditës zgjedhjeve lokale me siguri se mund bëhen edhe kalkulime të tilla, bashkëpunime të fshehta, që ne nuk e dim se çka mund ndodh. Dhe mendoj se gjithë kjo do me thonë e bën këtë situatën që të jetë kështu pak më elektrizuar me përplasje dhe me ofendime. Zoti Ali, po i rikthemi asaj që pak më parë përmendet retorikën. Një gjë që e kam vërejtur në retorikën e tanishme të kandidatëve potencial për krye komunar dhe këshilltar të ardhshëm, është se më shumë në retorikën e tyre karakterizon, domethënë, ajo politika e madhe them kushtimisht se sa problemet lokale për cilet ato garojnë këto zgjedhje. Pse ndodh një gjë e tillë? Do thotë zgjedhjet lokale janë për çështje lokale, do thotë për problemet lokale, të cilët i kanë gjitha komunat, jo vetëm shqiptare, por gjitha komunat në Republikën e Maqedonisë. Shembull, ta marrim komunën Lipkovës, gati sa vjet është me ndërtuar penda atje. Dy penda atje, gati prej 6 viteve 60. Llogaritet ai vend nuk ka ujë pije. Do thotë fshatrat e atij vendi nuk kanë ujë pije. Sepse ujin me atë retorik gati me vite do thotë manipulohet se këto vendbanime do të kenë ujë të pishëm. Do thotë shekulli 21. Ujë të pishëm. Me ujë të pishëm edhe kanalizimin nuk ka. Do thotë ato janë më jetike për çdo qytet, për çdo qytetar, për çdo banor. Unë kështu shoh, retorika e tillë është ndarja e këtyre dy blloqeve. Këto dy blloqe, do thotë po foli për blloqe shqiptare. Tash, sipas mendimit tim, ka një bindje se është momenti me qenë apo mos me qenë. Edhe ka elemente të tilla. Shembull, po që se dy Vleni nuk fiton në njënin prej qyteteve të mëdha, si është Tetova, si është Çajiri, apo si vende më kyçe tash, praktikisht legitimiteti i tyre vjen në pikpyetje. Po tash nëse këto i fitojnë për këto vende, është e kundërta. Atëherë është e kundërta. Edhe për atë arsye që ekziston një nervozizëm të dy palët tash. Edhe nuk zgjidhin fjalor, do thotë çfarë të përdorin. Se nuk ka vend këtu fjalori patriotik. Do thotë në zgjedhje lokale nuk ka vend fjalori patriotik. Edhe fjalori i tillë ofendues. Po duhet koncentrohen në problemet jetike. Po që është problemi këtu tjetër? Problemi është se na nuk jemi të barabartë në qeveri me partitë maqedonëse. E këto edhe pse ofrojnë zgjidhjet, për shembull, për shumë probleme të cilët kanë qytetarët, nuk e kanë fuqinë që të zbatojnë ato. Do thotë to janë vetëm deklarative. Kjo në ka ndodhur çdo herë neve, pse mjetet financiare, do thotë finansat janë te tjetër kush, te shumica, te 2/3 u shika, te ato janë finansat. Edhe tash lëmosh duhet ne të kërkojmë prej atyre që të mundet të zbatojnë projekte të caktuara. Prandaj njerëzit edhe janë të vetëdijshëm se këto oferta të cilët i bëjnë nëpërmjet programeve, nëpërmjet programit zgjedhor, disa prej tyre janë praktikisht para realizueshme. Çfarë fjalori duhet përdoret këtu? Dihet fjalori me të cilën i joshet interesi i qytetarit thjesht. Kur folim për politikën e lartë, atëherë kemi zgjedhje parlamentare. Edhe atëherë duhet tamam të regojnë se këto çfarë qëllime kanë në interesin politik shqiptar. Po dhe aty është problem edhe aty. Se ti mundesh thuj para opinionit se këto, po sa është fuqia reale aty, na pe shohim se sa është fuqia jonë reale. Në vim ndryshimi i një pushtetit
të drejtat tona cungohen. Vjen tjetri pushtet pak, i cili është më i top pushteti i Maqedonës, atëherë kemi pak kështu pushtet më të madh. Edhe realizojnë disa prej programeve tona. Do thotë nuk kemi një kontinuitet të drejtave tona të cilët zbatohen në bazë të ligjeve dhe në bazë të kushtetutës. Këto janë defekte të cilët janë në kushtetutë, janë në ligjet, janë në marrëveshjen e Ohrit, por atë arsye kjo po na ndodh neve kështu. Këto gjëra të cilët kjo retorike e cilët tash përdoret, vetëm mundet të krijojnë të na përçarje me popullin. Se ne jemi njerëz të cilët ofendohemi shumë shpejt edhe mandej ato raportet prishen për një kohë shumë më të gjatë se sa për shembull vetëm për muajin ose afatin zgjedhor. Duhet me pas kujdes në drejtim. Florian, përdorimi një retorike kështu tensionuese, çfarë pasoja mund të prodhoj, mund t'i përgjigjeni njësoj edhe pyetjes që i shtrova zotit Aliu? Po, tani këto, si e tha edhe zoti Aliu, këto janë zgjedhje lokale. Edhe popullata jonë në për komunat ku jeton ka edhe probleme lokale, duke nisë edhe me ujin, edhe me rrugët, edhe me probleme tjera. Edhe s'do mend se ato probleme duhet zgjidhen. Edhe mënyra më e mirë kur duhet diskutohet për ato çështje janë kjo fushata e zgjedhjeve lokale. Për shembull, nëse bëjmë një krahasim me Kosovën, se edhe atje tash janë fushat parazgjedhore, atje vazhdimisht i shohim se si debatojnë vetëm për zgjedhjet lokale. Edhe ato kanë probleme, edhe në nivel shtetëror, probleme ndryshme, mirë po në këtë periudhë duket sikur i kanë lënë anash ato, sepse tema duhet jetë këto lokalet. Edhe këtu te ne, unë më shumë me shoh këtë si pasojë ndoshta e mungesës vizionit të disa partive, të cilat duket se nuk kanë se çka të ofrojnë diçka për komunat. Pastaj mund të jetë edhe si pasojë e ikjes nga llogaridhënia, për shkak se kemi tani për shembull ky koalicioni AKI momentalisht menaxhon me 13 komuna, ndërsa Vleni ka 3. Edhe fare nuk jemi duke i dëgjuar kryetarët aktual të AKI-s të dalin dhe të tregojnë se çka kanë bërë për 4 vite, cilët projekte i kanë realizuar. Dhe ndoshta nuk kanë realizuar projekte, prandaj fillojnë të merren me këto çështje që janë më të mëdha kombëtare, duke për të shmangur këtyre problemeve lokale. Mirpo, nëse flasin tash për çështje kombëtare, e shohim se me qëllim e përmendja AKI-n më shumë sepse është duke menaxhuar me më shumë komuna, me 13. Dhe tani, nëse flasim për çështje kombëtare, kur kanë qenë në pushtet ato 22 vite, çka kanë bërë për këtë kombin? Edhe nëse e marrim për shembull infrastrukturën. Ja, shembull infrastruktura, mund të shohim autostradat. Domethënë, 2 qytete shqiptare nuk kanë arritur të lidhin me autostradë në Maqedoni. Apo të marrim vendkalimet kufitare. Me Serbinë kemi autostradë, me Greqinë po ashtu ka autostradë, me Bullgarinë tani u lëshua një rrugë moderne, në kufirin me Bullgarinë, ndërsa me Shqipërinë dhe me Kosovën, që janë 2 shtete me cilat shqiptarët kanë lidhje jetike dhe lidhje natyrore, nuk kemi autostradë. Ta marrim për shembull kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, i cili vazhdimisht deklaron se prioritet e ka ndërtimin e autostradës Prizren-Tetov. Me thonë, pse e ka ai kët, sipas mendimit tim, sepse është një patriot. Edhe ai vazhdimisht e thot se duhet të lidhim këto 2 qytete shqiptare për ta përforcuar kombin. Ndërsa këtu te ne, për 22 vite që nuk arritën të lidhin 2 qytete shqiptare me autostradë, do me thonë se nuk e kanë pat prioritet kombin shqiptar, por i kanë pat prioritet sende tjera. Dhe tani, kur jemi këto zgjedhje... Ta përkujtoj edhe një deklarat në këtë kontekst kur jemi këtu. Ne kemi ditët fundit, kemi deklarat tipit në rast se nuk lirohet nga speciali atje Hashim Thaçi, do të ketë destabilitet që nënkupton Maqedoninë, Kosovë, me një vend ku
stabilitetin edhe paqen e përhershme e sigurojnë pjesëtarët e NATO-s. Pastaj kemi atë fjalorin ofendues zagar kështu diçka. Çfarë mund të prodhojnë kjo situatë, ky përdorim i kësaj retorike? Nuk mendoj se do të ketë ndonjë pasojë negative kështu te popullata, për shkak se tek e fundit janë vetëm disa fjalë dhe disa deklarata boshe që nuk besoj se dikush i merr për seriozitet, sepse në të kaluarën, kur ishte BD-ja në qeveri dhe kur partitë opozitare shqiptare kërkonin diçka, ndonjë ndryshim kushtetut të hiqet ky 20% ose ato nuk ishte koha. Nga BD-ja thonin nuk është tani koha dhe thonin thoshte Bujar Osmani. Po, çka jeni, a jeni normal që keni duke kërkuar, për shkak se në këtë periudhë të luftës Rusisë me Ukrainën, destabilizimi mund shkojë vetëm në favor të Serbisë dhe të Rusisë. Edhe i akuzonin se punin për Rusinë. Ndërsa tani, do të thonë vetë përmendin destabilizimin dhe nëse i nisemi asaj tezës së tyre, atëherë vjen se këto tash janë duke punuar për Rusinë, për shkak se përpiqen të bëjnë ndonjë destabilizim. Zoti Aliu, me që edhe në fillim të emisionit thash, domethënë këto kërkesa për cilat ja fatkeqësisht një përfaqësuesi tan, ministrat tan 2 vite më parë thoshin se nuk është koha kur duhet kushtëzohet në bisedimet me Bullgarinë me heqjen e formulimit të ofendues 20% për shqiptar. Datojnë që nga periudha e vitit 1991 atëherë kur u aplikua sistemi shumë partijak. Pse mendoni se përdoren kjo retorik përdoret tani? Unë nuk po futem shumë për atë, po them, citoj një deklaratë, më duket se te ju e ka thënë Pendarovski. Thotë se shqiptarët kanë mund shumë më tepër, partitë politike shqiptare kanë mund shumë më tepër të arrijnë në aspektin kombëtar, do të thonë në realizimin e interesit kombëtar shqiptarëve, po të kishin qenën, po të kam ngulës në veprimtarinë e tyre. Ose më mirë me thonë po që të dominon interesi kombëtar e jo interesi personal. Atë që përmeni Floriani. Karrierizmi, anë tjera, për interese tjera. Kjo tregon se njerëzit ose ana tjetër e ka pa dobësinë e liderëve shqiptar, edhe aktivistëve të partive të ndryshme, se çka u intereson më tepër atyre. Do të intereson ajo aspekti kombëtar apo interesi tjetër. Edhe si duket na kanë lexuar në drejtim, edhe për atë arsye ne tash non-stop mirëm me çështje të njëjta. Jo me çështje të reja, se politika kërkon novitet, do të thotë ka risi. Çdo herë kërkon një hap të shkon përpara në realizimin e interesave ekonomike, interese politike, gjitha interesave, do të thotë çka i takon jetës përditshme të njerëzit. Për fat keq ne kështu ndodhi. Po një gjë çka është karakteristike të ne, se keni vërejt prej viteve 90 sa herë janë ndryshuar partitë politike të ne. Kemi filluar me Prosperitet, me Partinë Demokratike Popullore, tash në kanë ardhur shumë parti tjera. Parti që nuk ekzistojnë. Edhe du të vëmë gishtin pse po na ndodh kjo. Pse po na ndodh neve kjo? Pse nuk kemi një stabilitet në skenën politike partijake shqiptare. Sikur VMRO-ja nuk ka ndryshuar, VMRO është prej fillimit. Lidhja e Socialdemokratë është prej fillimit. Të ne çdo ditë vijnë parti të reja, shkatërrohen me disa parti tradicionale. Pse ndodh kjo? Pse ndodh? Ju jeni politolog. Po, ndodh për shkak se nuk partitë tona nuk kanë një bazë stabile. Ideologjike, po edhe ekonomike. Se zakonisht partitë politike e kanë shtresën e vetë me të cilën bazohet. A është shtresa e ulët, shembull, ato partitë majtiste, a është parti ajo në qendrës, shtresa e mesme, apo janë djathist. Te na ajo nuk ka ndodhur shtresim. Na nuk kemi trashëguar prej
periudhës komuniste se kemi shtresa të tilla, por edhe nuk janë kriju më vonë. Shembull ta kishim pas në një parti e cila do ta kishte përpara ideologjinë shembull ballist. Me siguri ajo parti do të ishte ende në pushtet. Ose të ishte parti majtise e vërtet. Një ndamje me profil të ndërtuar. Edhe ato sigurisht do të ishin në pushtet edhe ma ndryshe kur është në mënyrë stabile non-stop një parti, atëherë edhe i zgjidh problemet me rënd, thot. Problemet politike, problemet tjera, lokale e tjera. Kështu kur vinë parti të reja, ato nuk më pari një herë duhet të konsolidohen vetë, e mandej të miren me çështjet jetike të cilët i kanë populata, këtu konkretisht populata shqiptare. Ne ata nuk kemi, edhe për atë arsye po na ndodh kjo, kështu që vetëm po zvaritet, po dalin lider të ri, po shuhen, po vjen lideri tjetër, edhe në këtë mënyrë problemet nuk po zgjidhen. Njëri do thotë ka shumë arsye, po njëri prej këtyre arsyeve është edhe kjo. Pra duhet njerë për gjithmonë ta kenë stabile, cila prej partive unë nuk shoh se çfarë ideologjie kanë këto. Lexoj programet e këtyre partive dhe nuk shef se çfarë ideologjie kanë këto. Retorikën e kanë, jam parti kombëtare ose parti qendrës, shumica prej tyre deklaron si parti qendrës. Për çka përfshin e partia qendrës? Do të thotë i përfshin edhe klasën punëtore, atë edhe shtresën e mesme, edhe atë pjesën themi kapitalist. Po të na nuk i kemi ende ato diferencume. Nuk i kemi diferencume. Edhe kjo për atë arsye ndodh kështu që çdo herë kemi lëvizje të partive, krijimi i partive të reja, edhe kjo do të shkon deri në pafundësi. Zoti Nasimi, pse mendoni ju se dy partitë e para vitit 91 nuk arritën të mbjetojnë deri sot në skenën politike, ndërkohë që kemi... Vetëm një të tregoj se unë kam qenë edhe themelues i partisë parë politike. Prosperiteti demokratik. Edhe tash, në atë periudhë, ka qenë shumë problem, ka qenë për shembull të regjistrosh një parti nacionale. Edhe problemin më të madh, frikën më të madhe kemi pas se a do të regjistrohet ajo. Po kishte edhe kërcënime prej organeve përkatëse nuk do të lejon partia etnike. Që nën kryetarin e partisë ta bëjmë Maqedonës. Jo të japin pak ngjyrë shumë kombëtare, shumë nacionale. Do thotë për të mund të regjistrohet si parti. Mandej fillojnë etapa tjera, do thotë fillojnë etapa tjera. Mirë po, ajo më tepër ka qenë në prosperitetin, në fillim ka qenë më tepër lëvizje se parti. Praktikisht aty janë fut gjithë njerëzit, pa marrë parasysh çfarë orientimi ka pas. Majtista, gjatista, ish komunista, çdo do thotë gjithë kanë qenë të përfshim aty. Edhe partia e dytë kur u formu, Partia Popullore, edhe ajo do thotë atë shtesën shqiptare s'kemi guxu t'ia vëmë atëherë, ka qenë pak problem për shkak regjistrimit. Se me mirë të atë formën e atë konotacionin si parti një nacionale dhe ishte rrezik regjistrimi aty. Për atë arsye në fillim kjo ka ndodhur. E më vonë mandej ndryshoi situata. Atëherë po dëshoja u bë Partia Demokratike Shqiptare, do të thotë, cila doli prej prosperitetit. Zoti Florian, atë që filloi të parashër, pse dy partitë politike shqiptare të vitit 91 nuk arritën të mbjetojnë skenën politike deri sot, ndërkohë që kanë lind shumë parti tjera? Po, mendoj me ardhjen e sistemit pluralist në Maqedoni në vitin 1991 dhe kur u krijon këto parti shqiptare, ato normalisht filluan të kërkojnë edhe avancimin e drejtave shqiptarëve. E mbaj mend atë kur patën një deklarat për status të barabartë të shqiptarëve me maqedonasit, edhe pastaj deri në vitin 2001 atë në mënyrë deklarative vazhdimisht e kanë kërkuar këtë parti shqiptare dhe
i janë përmbajtur asaj deklarate dhe nëse shohim marrëveshjen e Ohrit, 80% e marrëveshjes Ohrit është e njëjtë me atë deklaratë. Pastaj në vitin 2001 lufta që u bë, shqiptarët ishin të detyruar, me thënë t'i marrën armat, të jemi të realt, për shkak se pala maqedonase nuk pranoj që t'i pranoj ato të drejtat e shqiptarëve dhe u bë konflikti vitit 2001, dhe me thënë shqiptarët ishin të detyruar. Ka qenë ndër luftat më të pastra, dhe me thënë që kanë ekzistuar në këtë historinë e botës moderne. Edhe pastaj mendoj se pas me nënshkrimin e marrëveshjes së Ohrit PPD-ja faktikisht shumica e elektoratit kaloi në radhat e BDI-s, që nuk mund tash edhe t'i akuzojmë, ndoshta ka qenë edhe lëvizje normale për atë periudhë flas. Edhe mirë po unë këtu duhet të flas për një çështje tjetër, për shembull në Kushtetutën e parë, shqiptarët kanë qenë si pakicë, ndërsa me marrëveshjen e Ohrit rritet 91, domethënë, po. Pastaj me marrëveshjen e Ohrit edhe ka një përfaqësim më të madh në Kushtetutë, ne nuk mund askush ta mohojë, ajo domethënë lufta i pati efektet e saj pozitive, edhe marrëveshja e Ohrit, aty nuk diskutohet ajo çështje, besoj. Mirë po është çështja te preambulla, sipas mendimit tim, ku thuhet se ku shqiptarët definohen si pjesë e popullit shqiptar. Edhe mendoj se kjo është diçka që duhet të diskutohet. Sepse futen një të njëjtin grup edhe me turqit, romat, bosnjakët edhe të tjerët. E tani, për shembull, shqiptarët 29% tash janë bashkë me jo rezidentët, ndërsa turqit janë diku në 4%. Po tjerët ende më pak. Dhe unë nuk jam gjuhtar, domethënë as historian, mirë po ky termi pjesë e popullit shqiptar, domethënë më ngren disa dyshime, për shkak se turqit mund t'i themi pjesë e popullit turk, sepse është Turqia një shtet që është diku më larg, edhe këto turqit që kanë mbetur këtu mund të jenë pjesë e popullit turk. Mirë po si mund thuhet kjo për shqiptarët kur ne jemi këtu autokton? Edhe unë fatkeqësisht ndoshta edhe unë kam gabim, mirë po duhet definohet ky termi pjesë e popullit. Çka do të thonë? Vjen shumë keq që Maqedoni asnjë gjuhtar dhe asnjë historian nuk e ka definuar këtë, që deli dhe dikush ta shpjegojë. I vetmi që flet domethënë për këtë çështje është Jusuf Buxhovi, një historian i njohur, për të cilin kam shumë respekt, edhe i vetmi flet për këtë. Edhe ai shfaq një shqetësim tjetër. Ai thot frigohemi mos ta interpretojë këtë dikush si etni e shkëputur. Etni e shkëputur për shembull janë arbreshët në Itali. Ato llogariten si etni e shkëputur. Mirë po ai domethënë ekziston frika, mos definojmë edhe ne në një tarme si kjo pjesë e popullit mos është etni e shkëputur, se ne jemi këto autokton. Edhe atëherë, nëse futen tash bullgarët në preambull, edhe ato do të jenë pjesë e popullit bullgar, çka do të jenë njësi shqiptarët? Edhe këtu unë mendoj se duhet ndoshta të bëhet ndonjë kërkesë që nga partitë shqiptare, nga të gjitha, që të definohet pak më qartë pozita e shqiptarëve në preambull. Nuk flas në kushtetutë, se kushtetuta garanton disa drejta shqiptarëve, siç është përdorimi i gjuhës e të tjerat. Ato nuk i mohoj ato. Flas për preambullën, sepse nuk është, ka dikush thotë se nuk është e rëndësishme preambulla, sepse është vetëm pjesa deklarative. Mirë po preambulla është ajo e cila jep atë vizionin politik për ndërtimin e shoqërisë. Dhe aty mendoj se duhet definohet Maqedonia si shtet i popullit maqedonas dhe popullit shqiptar. Edhe këto tjerët pastaj të hinë në etni tjera në një grup tjetër. Domethënë, këto janë çështjet me cilat duhet të preken. Unë ju kujtohet, ju e bëna një analizë të librit të Farshkovskit. Në Kushtetutën e vitit 1974 kemi qenë pakicë, por element konstituiv i shtetit Maqedonisë kemi qenë. Me Kushtetutën e ri, na nuk jemi element konstituiv, po jemi pakicë si çdo ato i përmendur. Me Kushtetutën e vitit 1991. Po ne jemi pakicë. Mos të sinë mashtrojmë popullin se ne kemi, edhe pse jemi kështu përqindje më tepër, statusi jonë gati është me atë popull që e përmendet ti. Por nuk është edhe i barabartë sigur i serbëve në Kosovë, është larg. Mandej, marrëveshja e Ohrit,
marrëveshjen e Ohrit më tepër kanë fituar të tjerë, të pakicë të tjera se sa ne. Ne kemi me të njëjtin gjë, disa prej e përmend edhe ju përmendën disa të drejtë, për shembull në administrate, ato janë ndoshta pak janë smallur, po jo në të vërtetë ajo s'ka është kërkesa dhe nevoja e shqiptarëve këtu. Edhe fuqia jonë, ekonomike dhe politike. Do të thotë nuk është e barabartë me statusin tonë në kushtetutë të cilën e kemi. Dhe vetë Fërçkosi thotë se kjo kushtetutë, do thotë kushtetuta e 91-shit është bërë me qëllim në atë mënyrë. Ato është taktizuar, shumë është taktizuar para se dalen në parlament propozimi i kësaj kushtetutë dhe filloi diskutimin për këtë kushtetutë. Ato e kanë taktizuar për shkak se autorët e kushtetutës kanë qenë gjithë Maqedonë. Gjithë Maqedonë. Edhe janë marrë vesh, pa marrë parasysh që kanë qenë gjatë apo kanë qenë të majtë. Se si do të veprojnë që ta fusin atë kushtetutë edhe të ajo kushtetutë tjetë të aprovohet e kushtetutë. Edhe kanë pas sukses aty. Ai thotë se kjo kushtetutë ka hapësinë, do thotë është shumë elastike, do të thotë mund edhe kërkesa tjera të shqiptarëve mund të futen aty. Po asnjëherë në statusi i barabartë me Bashkinë Maqedonë. Edhe është shumë problem, na e kemi në dim atë. Shumë është problem në mënyrë paqësore që të zbatohen dhe të arrihen. Po jo vetëm për shembull ajo niveli i barazis kushtetutë, por edhe shumë gjëra të cilat me ligjin parapam nuk mund t'i realizojmë, po duhet shumë duhet energji të harxojmë që marrim shembull disa të drejtat. Pikërisht ky injorimi i zbatimit të këtyre drejtave të shqiptarëve në Maqedoni solli edhe vitin 2001. Edhe për në fund kam edhe vetëm një pyetje, aq kohë na ka ngjenë në dispozicion. Nga ana e BDI-s respektivisht e koalicionit AKI, këto zgjedhje po quhen referendum shkaku sipas arsyetimit atyre, po sepse në qeverinë e tanishme merr pjesë koalicioni që nuk ka legitimitet, po i citoj fjalët e atyne. A mendoni se në rast se eventualisht po them vlen nuk arrin atë që po pretendon dhe humba të komunat që tham pak më parë urbane, do të mund të ketë zgjedhjet parakohshme, ndërlidhet mos suksesi eventual i Vlenit me zgjedhjet e parakohshme parlamentare? Thashë ato krejt ato i kanë parasysh ato se këto janë shumë të rëndësishme. Me qenë apo mos me qenë. Se edhe po që se Vleni nuk fiton disa prej këtyne komunave të rëndësishme, e ka problema ndaj legitimitetin ta fitoj para popullit. E humb legitimitet. Ajo është e vërtetë tash. Po që se dy komunët kryesore e merr Tetovën edhe merr shembull Çajirin, atëherë edhe mendoj se tash për tash një situatë është pata. Do të nuk tash për tash nuk ka asnjëna dominim mbi tjetrën. Prandaj Vleni ka pak themi më vështirë, se duhet nëpërmjet këtyre zgjedhjeve lokale ta tregoj legitimitetin në popull. Po a do të ketë nëse edhe nuk bëhet kjo çfarë thash, a do të ketë zgjedhje nuk varet as prej BDI-s e partive tjera që janë koalicion, varet krejt prej kryeministrit. Se kryeministri ka atë pjesën më të madhe të deputetëve dhe ai ka legitimitet. Them se kanë me qenë me interes këto kanë me qenë interesante këto zgjedhjet, edhe këto rezultatet përfundimtare të shohim atëherë se çka mund ndodh. Se në politikë asgjë nuk ka absolut. Gjithçka relative është, thotë edhe nuk ka armiqësi të përhershme, as dashuri të përhershme, kemi pamna edhe të çështja e Taravarit.
A njerë ke shumë i afër me këto të vleni, tash është me i afër me ato, ka qenë i afër me Mickovskin, tash është armik me Mickovskin, të gjana janë kështu. Do të kështu ndodhë në politikë. Zoti Florian, a mund të ketë zgjedhje në këto rrethana që e përmenda, a mund të ketë zgjedhje të parakohshme? Po, BD-ja prej momentin që nuk hiri në qeveri në vitin e kaluar dhe vazhdimisht insiston në këto zgjedhjet e parakohshme, bile ato ajo punë e legitimitetit është relative. Ne dimë edhe kur ka patën shumë më tepër vota opozita dhe BD-ja ka qenë pjesë e pushtetit, ajo është vetëm është diskutuar ajo edhe në misionet e kaluara. Mirë, po ajo vazhdimisht ju premtonte aktivistëve të vet edhe simpatizantëve se do të ketë zgjedhje të parakohshme. Bile nëse ju kujtohet edhe për këto zgjedhje lokale, ato thonin, dikun të ka pranvera thonin, në këto zgjedhje lokale do të ketë edhe zgjedhje të parakohshme. Ndërsa edhe ne kemi thënë në emision se nuk do të ketë. E kam fjalën për këto zgjedhje lokale, edhe nuk do të ketë, sepse tek e fundit ka atje edhe një ligji e parashet që 100 ditë para zgjedhjeve parlamentare të formohet e marrëveshja Përzhinës. Edhe nuk ishte as afate kohore që në këto zgjedhje të ketë. Domethënë, janë një manipulim që ato vazhdimisht ju kanë bërë njerëzve të vet, vetëm sa për t'i mbajt aktiv që mos ju largohen nga partia. Mirë, po tani këto zgjedhje, nëse bëhet ndonjë dallim i madh, domethënë në vota, edhe nëse Vleni nuk arrin të fitojë të paktën ndonjë nga këto komunat urbane, atëherë ndoshta prap nuk do të ketë, se nuk është askund nuk shkruan se duhet të ketë patjetër zgjedhje. Mirë, po një presion do të jetë, domethënë do të jetë në presionin edhe Vleni vetë, po edhe kryeministri Mickovski do ta ketë atë presionin. Mickovski e ka edhe atë deklaratën se ai planifikon diku rekonstruim pas këtyre zgjedhjeve, që nën kupton që mund të mos ketë, mirë po gjithsesi varet pajtojmë plotësisht me juve se edhe nga rezultati. Nga rezultati, nëse nuk arrin Vleni të paktën ndonjë nga këto komunat urbane të fitojë, atëherë do të ekzistojë presioni për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme. Zoti Aliu, zoti Nesimi, ju falenderoj për kohën që ndat për emisionin. Faleminderit juve.